Oda I ka do ligje. Baba 100 herë mua më ka thoni pas ta me shpirti, pej 3 sendeve duhet më rujt. Kur e kyrëshin 4 lami, prana, ftyra, bukzonja edhe besa, këto të 4 të shkojnë, këto doktori mundet me një bërthvje mos mirit, 100% janë të lidhune edhe me shëriat. E kanë vetë një dietar shumë të masë, çka është besa? Se unë s'lakohena, veç thehena, po koha po lakoheke edhe po kthejke. Se trupi është krejtë ndryshe kur të bathish qerapin e lesht. Se e rregullon qarkullimin e gjakut shumë okoll. Që ky shall është qefin. Pse po lëshohen gratë sot? Pse po bën ndamjet? Haxhi Rahmanu. Wow, hajde mirë se të kapru zoti. A do musafiri? Selamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Çishi? Elhamdulillah bi zotit. Hajde mira. Hajde mira. Po jem. Je mirë. Mirë. Allah i nderoft. Elhamdulillah. Faleminderit që po na pret. Që gjithë ko më na prit neve. Po, qyre, kjo është, kanë thënë të moqëmit, është e mikut edhe dëshamirit. Mirë se ja. Ti je edhe mik edhe dëshamir. Po, që të shi, që të farë bore, që të farë fërfallome, a e prënëm na e gjetëm këtu? Jo, ju e keni lanë të madhen atje, këtu e keni gjetë voglin, këto e në plakat, po të na kanë, më sapë janë dalë në bjeshk, të ju edhe nuk kanë dalë bjeshk. Kime na ka dhërë dhe për plakat, se pak. A u ullësh nga të mjetin njerë që tu? Jo, s'kajteje jo, unë do më thunë për balë. A për balë? Po. Wow. Kjo ta ditë rrugovës, me ka në drenic, ullëm s'kajteje, unë në balë, atje që se ta, e na jo, na, edhe du ka gjini e ka. Më rababur. Më raba. Pa mu I dole. Edhe më ka dole. Po qyshini? Mirë, elhamdulillah. Ti vetë? Po mirë. Ma ata që I duesh ti? Mirë, elhamdulillah, ka dorë zoti, që shtojmë na jemi një rahat, mirë. Tamam. Haxhi që sheni, ja? Toni, jemi. Që gjallët? Vallaj çkepun ka pak po mirë. Familja që janë? Mirë, për kur gjonë s'po kem nevoj me lyp më shumë të të nërua zote ata që e kem bëllë kem. Nuk di çka ka bëhet, po muhabeti s'pas ka të sosën. Për në konak të rrugovazve, apo në konak të rrugovalive, është hera parëne që jam. Nale Haxhita është mirë hurmet, mirë fiqat, mollat, na punit që të një, so thiken, prita sash edhe pak, a det, a është I krejt shqiptarve, a vetëm I rrugovazve, tash me Basan Rahman, kemi me bisedu për adetet e rrugovës, adetet e shqiptarve, disa zakone, tradita që jënë konë kalumen e sot nuk janë edhe nas kemi një për to. Disa që trashëgojnë edhe ende, mikpritja, dashnia, për gjithçka për shqiptarët do të bisedoj me Haxhi Rahmanin, rrugovasin dhe mos u ndani nga ne. Pa kjo konë... Që e ka bën o Haxhi? Allah. Ti thikën e pas kemre? Po jo, për që ta është? Këta është shpis, nuk e... Qka me... Ju veç e... Vete përgaditni. Vete përgaditme, vete tona... Pa mundohena ka pak të një tjashtëve, muna I gova ti... Kur vim bilim të të... Ja, ka dëm, këta mish I thot, a nas mun? Jo, brezbon, këta kancerogen, gjithë ka po thënë Haxhi kancerogen. Këta rritën lula të rrugovës, hiq mos kidet, vallahi, me hongë sa dush. Bëllë më Haxhi, se tani mërzit. Që jo të nga dumë, se këta du të me I preje. Haxhi, edhe njëherë po dhëmë falim njerës për kohën, na është knatësi për mu, edhe besoj që për shqiptarën përgjithësie, sidomos për rinin, me pas përballë një plak shqiptar sikur juve. Ju vini pe që shtojmë na pe nahijes rrugovës. Adetet, zakonet, traditat e rrugovës, me siguri në konë pak ma të veçume se të nahive tjera. A ki mundësi pak, e di se nuk pritan, më na kallëzu për disa adete që në konë ma të veçanta të rrugovës së të rafshit kënena. E besa që nashta disa prej tyne si janë hiq,
edhe shumë tri sot as nuk din që kanë ekzistuar ato. Po, që parit, Zotë ju shpërbleft që keni gjetë kohën më ardhë me bo një bisedë me mua. Amin, Zotë ju vetë. Është natësia me madhe dhe me mu thonë kështu si vllazne, bova kjo në 200-300 intervjua që i kom dhënë dhe i të tash për tona televizionet, me knatësi kur nuk jom dalë para asni gazetarit ose një ati moderatorit, pëse para jush që të sot e dini që e kini një traditë dhe një mende që me mbetë diçka pas jush edhe pas nesh, edhe inshallah po. Po, unë vi pe rrugove pe katondit Duganjiv, pe familjes Hajdarileze. Kem jetuar në Malsi të rëzhajs kodja një qoftë madhe, por jem kryer në Kosovë këtu, e kem ba një trull, po ka dallim më rapshi me bjeshk, dallimi i parë kon rujtja e neres familjes, për në rapsh, kush e ka përcye oborrin e thurun që jo kanë çdo familje shqiptare, ai e ka prish rregullin mos koft lamrua për me hi, për në rrugov na s'kem pas thurune, veç në koft rasën shpi, se për ndryshe kush do lajmrua ka pas me detyrë çdo malsore e rrugovës me i dalë dhe me thonë hajde byra që ka nevoj ke, në koft kom musafir, ja ka qelë derë në kashtinë dhe burrave dhe ka thonë ato kafe dhe ato bukë dhe ajo krye vinë burrat në qatë kohë kuvri, se atë hena burrat e rrugovës jënë konë qkepun, dikush mas drunve, dikush mas gjanje, dikush mas kufinit, se na jem konë kufin me shkaun ton jetën, që ashtu që presen e parë sigurisë Kosovë së konë rrugova. Para telefonave, e vetëmja thirrje o konë me dalë me shti veshin ati, uajni gjallo, more. Kjo konë edhe me thirë me nej mazdarke, edhe në kovdek dikush, e përdasma jo, përdasma dasht me qua njerin. Një mund ose një java dhe dita zë vazhët që konë, mi a qua gjithë të cilët e dera, je i thirun, nuk ka pas thiri atërna, po thiri gruën edhe burrin, atër janë thirë me familje, kush do thirë, ose ka një krushk. Mos pas obligim familjar me thirë, e ka thirë ka një krushk që të përshkojnë qatë ditë edhe, ka një krushk edhe ka një pishpje, këto janë konë do regula qillat, janë konë pak me dallim me rapshin. Jeta. O konë një krenarie madhe në atë kohë me konë banori rrugovës. I vetëmi vend, këto do me që këtu, i vetëmi vend ku o konë Perandëria Osmane, është rrugova që ju kanë lejua 60 ushtar me armët shkurta edhe gjata që nuk e kanë marrë kur. E kanë pas obligim me ra minimum i 7 vetë, në tëmë kohën atë. Perandërisë Osmane, rrugova e ka pas qatë privilegj si malsor, ka 60 ushtar me armët shkurta edhe djata që nuk i kanë marrë kur. Edhe nuk o kanë ndër komandën ose ndër detyren e tyne, po si kur malsorve ja u ka thonë, mi rujt ato vende, mi rujt ato troja, mi rujt edhe se rrugova e ka pas një zonë shumë të madh. Edhe ku o dallua? Mikpritjen e rrugovës nuk ka mujt me bon kur as sot. Shumë primitive. E kam pru sofrën, na i kem thonë sinia,
Po o ardhë Mishorizi, që në qatë Mishorizi të ashtë mi pas 5-10 kila mish. Kryet në midis, e blume me pëlhur të vjamit, edhe mos pari që ka da që ajo pëlhur e vjamit, gjithë cili ka dash me hangër pjesën e vetë, atëherë na ato tjerat. Kosi o ardhë që se ka qpua luga, maza ardhë me korit, bo shumë mazë që të me s'ka pas. Djathi o konë djath i pa mazitun, qashtu që gjithë që ka keshtin goj, tu ka shkrin goj për para se që shkuan barkë. Kjo është trevë, cila është e bekume për i Zotit, por ja ka dhonë edhe tonat mirat cilat kanë mujtë mu shfrytëzua. Qka atë dit e qka sot, ka dallim shumë të madh. S'ka pas katun ku si ke pas 20 familje, 30 familje të tona ti dhe njëra me tjetër kanë jetua pe i gjanje, pe i mundimit, bukën o dasht me sigurua 2 herë në vit, shnjerq, përvejër dhe shmiter dhe këtërinen shëngjert. Për një kil kryp po dasht me ra pej majestanke për me blin pej, ajo është 10 sahat rrug, me dal në kom edhe me shkuan në kom, por e ka pas një fuqi. Të ka sot? Sot je marrë në një gjendje këtë tjetër. Edhe unë e thom mirë. Sot nuk ka familje të Rrugovës ku s'ka dikush me fakultet. Rrugovasit janë shkollu shumë, edhe kanë marrë sidomos edhe në Kosovë, po edhe jashtë me një menqëri shumë të madhe. E shiten malijet, i kanë ble zemrat e toks rreth qyteteve, qashtu një stok, qashtu në pej, qashtu në deqan, qashtu edhe ka dëdush edhe në Prishtinë, jonë ardhë se zori ka shti për mu mbledhe, janë mbledhe edhe për katunde, po sot s'ka kumbon. Qka i bjen kjo? S'ka gjo. Rrugova është met pa bakti, pa dhen, pa lop, Nalë Haxhia, bëmi pa shpak. qoban. Që ta mirë që to, a ke ble, është jojtë? Jo, edhe tonë të është. Tonë të është edhe pa i qyre tash na, me pakon, kur i kom pas 200 copa dhene, 50 copa dhije, 30 copa lop, tu ta kësha pru mishin me kra. Si që kom pru një mirë. Tash mu ka dash me ru që atë gjim cop me ta pru që aty, ne hak shkejtë një jes pa ta. Po, inshallah, ty të po mirë. Po do vka mos me angër grejt? Pa jo, po të s'ke qka se s'ke me pa pas, me pru me kra, kësha pru me kra. Kjo është dallimi. Ti nuk ke pas katun që si ke 1000 copa dhane edhe për pjetë, me 100 copa lop. Sot si ke në këtë Rrugovën janë 4 tubë, 5 më të mdha dhe ato që tu i rrinë version nalte qashtu që. Haxhi, po na intereson disa tradita që ruhen ende me fanatizëm nga Rrugovasit, qoftë që jetojnë në Rrugovë, qoftë që janë në Rafsh, tash e keni arën pej ose një stogën dhe qane këto që i përmendet. Spari, ku do të gjesh një Rrugovas? Në Amerikë, për një që të flet një fjalë, ti e di që është i Rrugovës. E kem një theks, cilën me bektaci pe e thëmë që pe mbrojnë edhe rinia. Është një theks cilën qka hi pritja, janë dosende cilat i në gjuhë edhe e vetëmja original gjuhë është gjuha e Rrugovasve. Cilët e kanë rujta këto në një vjetër, këto pesho edhe të shumë djemë tri edhe shkolluam cilën bosh bised me ta, asni minut zbolazëm ti e sheqi me theks është i Rrugovas. Haxhi, une një 2-3 herë në rova pak komen, doren, ti prej fillimit që ule nuk t'i vrite kom krysh për rren. Sa është të vështirë më nejtë kom krysh në të burrave? Oda i ka do ligje.
ligji i odës është, tha, miku të balli o gjakut. Respekti është i plakut, por fjallën jep ati që din. Unë jam plak këtu, përsa të rriqë tu jam i gëshduem, e ti e aj që din. Ti që din mundish me nej, si të duesh, se mbulojsh me dije. E une që të ven nuk gëzoj me lujt, se jam i obliguem si kur mi të pric, i kësaj ode me të nej ashtu që është duhet. Se edhe në pleçni, po edhe në odë, në koftë që i zoti i shpis, leviz, vërca, dje diçka në diku po shkepon. A nuk i ka punë të mirë mas ziti të nena, a vetë nuk po njihet mirë, edhe sidomos nuk po njihet mirë me musafirë. E që tu nejshë ju 3 ditu në komenaj që shtu se një mi se të pritun. U me shpirtu dua edhe nuk... Dhe më thonë, edhe gjesët veprimet tua kallëzojnë diçka musafirëve. Më shumë ti që ato kallëzojnë. Për musafirë, cilën e bjesh, ata di e grunë, po të trugova si të kjo s'ka mujtë më ndollë, vetëm të koftë ardhë. Ta shpeka pi edhe një, se tona ti ke 3 lloj miqve, cilët i kjerë në familje. Është miku i o gjakut, kur është miku i o gjakut, ajo është miku edhe jodës, se nuk ke havale me qatë mikë. është miku i përvuem. E ke miku në ballit të gjakut të notës, cili shkallëve ose hinë në hymje të otës, edhe del në hymje të onë, sa i më lartë nuk është i misë ardhën. Edhe ke miku në paradere. Qaj që është dhe i paradere, a vjen paradere, a i s'ka kur gjohë të bojsh me këta. Një mikë, cili është i ballit të gjakut, ai është si kur mi pas 2 shpata, kanë thonë heret, ose 2 altia mas shoke, se je i sigurt. Këta 2 tjertë janë me kërnoma edhe do të mi përcjell. Si do mësë mikun që është dhejt e dera, ato do të me përcjell dhe ka vje dhe ka shkon. Këto janë do elemente cilat rrugovasit e kanë pas në zonin daltë. E kanë pas mikpritjen jashtëzakonisht madhe. Por kanë bajt me krah. Kanë pas besë të madhe. Njeri që t'ja ka qelë deren, ai nuk ja ka këshyrë shpinden. Vetëm ne pas të bo bërlok vetë. Se i rrugova si ka thonë, po ajo dhe është baba 100 herë mua më ka thonë i pasta me shpirti, pej 3 sendeve duhet më rujtë. Rana i ka kom të shkurta, sendi ju huj kur ryti s'mundet mu bo, edhe që aty ku të thret dikush me të dhanë bukën e hash me hilje, kur për para s'ke me mujtë më shkua. Na ja kem dhanë bukën gjithë kujna, diku o kesh përdor, diku s'o kesh përdor, po na e mbet stoik që ashtu që me bukë dhani edhe ditë e sotit. Ata që e nërgohë, se këtu që përnojnë pej... Mu lidhë pak me fjallën tone. E përmene besën. Rrugovasit besnik. Besën të gjithë shqiptarët besën e kanë pas. A mund është pak me a folë për besën. Besa që është kanë ty një herë, edhe sot shqiptarët sa pa kapën për besë. E kanë dvet një dietar shumë të masë. Çka është besa? Edhe ai ka thonë sa toka lua e besa nuk lua. Në shtifsh fjallën peng, nuk mundish me nxjerrë tryshe veç me krye. Që shkin fjalla peng? Fjalla peng është, po tha në shtifsh kryet, peng e nxjerrësh me fjallë. E tash qka? Dikush don me shti
kryet peng, e di që e dzirë me fjalë. Po në shtifsh fjallën peng, s'mundi shtysh me e dzirë vetëm me edhe. E fjalla peng, qysh o fjalla peng? Në hifsh e një pun e cila nuk të kryhet. Je hi dërzon. Atëherë ti e kesh ti ndërzoni edhe vetën, edhe këtë familjen. Qaj e dërzoni do të mund zirë ose me pushk, ose me vepër, për çka je hi. Por në shtifsh kryet peng, ti e kyë, vinë për ane, qka është, e kom që ta borë që se, e kom që të punë, ta dimojnë edhe kryet ta tjetë, po se andet vinë në vend vetin. Qashtu që fjala peng është një pesh shumë e madhe në kombë, ato e ka pas krejt kombi, por edhe një sen dhëtë me di që fjala peng pa dërzon nuk ka mojtë mushti. Se bës mush me kryeti, dërzoni e ka marrë përgjithësin. Qashtu që me kanun të lekë ka gjinit, do sende dikush po ja gjua poshtë. Kur e kyrëshin 4 lami, prona, ftyra, bukdhonja, edhe besa, këto të 4 të shkojnë, këto doktori mundet me një bërthvje mos mirit, 100% janë të lidhune edhe me shëriat. Së në punoj ka pak edhe me shëriat. Janë të lidhune edhe me shëriat. Sidomos prona, dhonja u ha edhe drejtat atuk janë për shembull asnjë ligj në botë nuk ja ka dhënë drejtat gruas më shumë se që ka dhënë kanuni. Kur kishim dash na me zbatua. Zoja shtëpis ka pas të drejtë, sidomos malcoret. Tonna ka pas të drejtë me i krye nemen të këtë shtëpis jashtë as ka mujt me shit pranë. Ka zonuse, ka qizuanuse, ka dzirë gjak, se Rrugovasja gjithë cila 99% moheret dhe ka pas pushkën krah dhe ka pas patlakën. Se o dasht se kem pas shikullarin që aty cili nuk ka dezidua me të marrë gjonën, besa me të marrë ftyrën, besa me marrë edhe aty Gruaja e Rrugovës ka majt armë vetë. Kur tëherët ti e ke Begemaliqen e cila se ka hjek pushkën pe i dore kur me ka qako konë pejt par zdit dhe këtër ne që janë zhduk nga qakt. Gruja bje e Rrugovës, qika e Rrugovës, cila o shkua me gjanë, cila o dalë atene, ajo asë njën s'ka guzot me shkua, pa e pas armën me veti, atëri kanë thonë patlake, armën me veti për me rujt neren edhe të vetën të familjes dhe të Rrugovës. Pa tash kjo është një thonje e moqime Shqipe është, altijave, atër janë konë shumë altia që janë godit me mullinji, janë konë kuburet e anejna, patlake i kanë thonë asaj dvoglës, cila është ti dër shokë dhe nuk o pa. Kuburi i kanë thonë asaj të madhës edhe ato tjera të janë të. Atë vesa diçka Haxhi. Sa të dush. Jo Rrugovasit, po edhe rinia juj, apo i runi traditat me martesa, po martoni vetëm me të nahijes e Rrugovës, apo keni nisë mu martu edhe me të rrafshit? Një gjyshi jemi pas të më shpjeti, kipa thonë, kur kipa dasht me e zonë nusën për bab temin, e dvesën pra me jashar, apo këshyrë për binakut mi zonë nusë diku, tha nuk kom ujt me gjithë edhe në krah temin. Adin? Sunë nënë në ko pas edhe ato për i Rrugove, për i Boxhovit, tha nuk më kara edhe në krah temin. Për me bërzije u jemin, tha nuk po më konvenon që tash. Ka pas dalim. Bia cila dalë për i Rrapshit të dalë në Rrugovë, shumë zor është ambjetua. Se sot dasht me kap, në u thomë, la kun atëherë me dale me marrë drunë krami i prunë. Gruaja e Rrugovës ato e ka ba normal. Nuk o dasht me dalë kur vjen dikush e thretën derë,
bjetë e rrapshit nuk jo ndalin derë, po se ka thonë për të derës janë mashkujt këtu, dalë nuk i ka. Madhësoria e ka pas obligim me dalën me vetë kushosht dhe mi thonë, hajde byra, mi a qitë kafen edhe me lutë me bukë. Qashtu që për sot, kur janë qelë shkollat, unë dhe me thonë një sant, pej 5 qikave mija, 4 asë një së është pas rrugovasit. O bo ambienti tryshe, kur i kom qelje, u kom qelje autobusit dhe u kom thonë hajtë një shkollë se jonë me fakultet, u kom thonë ju mos e kryfshi shkollën dhe mos e gjithë që burë një budalica. Pse s'bon tryshe, është ardhë një kohë e kompjuterave, një kohë e pabarazit shumë të madhen, një kohë... ka dërzu Haxhima prej? Jo që jam dërzu une, po më ka dërzu koha, se une s'la kohëna, veç thehena, po koha po la kohë ke edhe po këthejte. Edhe i kanë gjithë burat tona, një e kom trëbuot që aty mas qetajve, një e kom nobilit që aty mas një tjetrit, një e kom në graboc mas berishve, një e kom mas njërit në jablanic, jonë të ashën së. Unë e pasë e protokoll me veçasi. Po, tash. Haxhi, unë e kom udhëheq atë natë emisionin promovimin e librit Hoxhës Niftar. Tani, disa i komorë kështu do opinion e njerëzve. Për Hoxhën po dihet, Hoxha ka pas vend e vet, Hoxha Shefet Krasniqi, edhe ata dy që kanë folë për librin e Hoxhës. Për këta tjerë të mosafir trastit, mas mirë që ka fol Plaku i Rrugovës. Jo, më fal, për më ta them, ma kanë thonë edhe në punë, se punoj edhe në arkivin e Kosovës punoj. Ma kanë thonë Plaku i Rrugovës ka fol si më pakon i përgatitën çka ka dëmë fol. Ke dhënë një mesazh, Allahu trujtë të shpërbleft, ju ke lënë për shtypje, shumë ju ke lënë. Me thonë drejt, më ka ra befasi kur më ke thirë me dalë aty, se nuk jam koni përgatitun, por unë jam në atë parimin që hoxhallar të thonë që ata që u thonë zoti, kur kush nuk mundet me jetë. Edhe në atë moment, Allah jeti kofshita falim ka shtin në aty, e pash nevojshme mi dhonë dhe mesazhe se ke ambienti që asisojtë. është një ambient... Edhe mesazhet mira. Allah, veç po thëmë, të bim bashkallak, ma me krenari, se që aty nuk ka pas edhe s'mundet me pas. Jo se janë kanë adin njerës me kapacitet math, edhe e kom pa të rësyshme se një pjesë e madhe, ti e ke ditë pak, adin, edhe kapacitetin tem, po një pjesë e madhe kanë kujtovë që kur dalën e me këtë shallë aty, as mundi mu thonë mirë më njerës. Ja, ti ki pasi nuk toni ki me pasu. Po, ati po thomë dhe se më ka thonë... Si më dalin doktor shkencë. Unë e kam me të ndim, me të dëgjume, me të nime e kam, që Rrugova ju në bon musliman vonë. Edhe qaq farë që edhe kom nuk i kanë la në avdes. I shpakon që ka një farë tregimi, a kur shkua i hoxha i ri, ka thonë zbëm më hi matë kështu, a i hoxha i vjetër ka thonë qëron t'i kom pru qështu, ta shti dash mi dathit, se si kanë la komt. A bon në kalëzu për Haxhi, a ka diçka në që të tregim, a ka në i sen të vërtet, a veç folet për Rrugovën, edhe kur jenë bo për vla Rrugova musliman? I shkon një hoxh, ty e shkua tha, e ka di thes mas krajt, e për dvet njëri, selam aleikum, salam, tha hoxh, qka ke që aty, tha, e kom një thes shejtana. Tha, ndal bre, ha? Tha, të gjithë ma një Allahile, tha, jo më rërën se bara i ke, si në fund, si në krye. Këtu mundi me thonë diçka bon vaki, edhe është që ashtu që Rrugova që janë ranë, qytet kurohin, islamizimi, që jo konë pak më vonë, edhe dyta, aty ka pas shumë katundet banua me vlazive tonë katalike. Ko gjazoro konë për paja gjithë se janë konë dimnishtat, janë konë të ndimen, dimnishtat pësteret gjithë farmishit, me lanë tash me gjujt,
hajtë se peljam dhe në prëndverë, edhe kjo është ty një kohë shkurt, veç jo artu, edhe na kur të këqyrisht nuk ka katun të në rrugovë, që se ka një trull të kishave të së kohë. Po gjami janë konë dy, njën drejla e njën shtupes të vogël, cilat edhe sot janë, kjo drejla jo është mirë, renovuar, kjo shtupes të vogël është jo krejt mirë, po mirë është, por diçka të më thonë. Feja rrugovasit nuk I ka da kur. Janë respektu njëri me tjetrin dhe këtë ne që e ka marrë veç islamizimin. Këto nuk janë me shumë doktor shkencave, nuk janë pajtua që o kanë islamizimi me dhunë. Kjo është e pavërtet. A ka pas imponim për një jetë pak mët, kollajshme po. Adin, janë konë do të atime që kanë marrë, I kanë marrë thmi, djemëtën, se na kemë pas mërak me liftuar shumë, I kanë marrë në për atë, po me dhunë mu marrë, feja mund rrua ato s'ka, mundet me thonë kush që ka dërë, ajo nuk është e vërtet. Se asë një argument që ko mujtë me gjetë, ka pas dhunë kur kanë dasht me ne qitë pe I feje, e 200 në ranë, pi vetën duka gjinë në ra 300-400 vetë që s'kanë dasht me hek, ka push një bardhë që s'ka dasht me hek pe I gojë la ila illallah. Pak mo vonë o ardhë islamin në rrugovë, jo për që s'kanë desht, po o konë zorë me danë ato bjeshk, dasht me ardhë, ku më mojtë më shkua pa. Atë ja vesa të shka. Ajde, kjo. Ajde po. Qërapat tua, nuk di kamera apo mundet me I fokusu, qërapa dalim prej qërapave të mija. Veshja jote, unë po du më thonë kështu një qyskek apo një zinxhir, një orë ndryshme, në kam një orë në dorë, të më në orë në gjep. Shallin, të pështjellën kokën tonë me shall, a ki mundësi pak, mja një pej qërapave, dhejte ora, e ato pjeset që I ka ora, edhe dhejte shallin në kalzu. Po, tyre tash na, këto qarap, une dim dhe t'i baj ton jetën. Mi bon, plaka ose qikat, mo shumë I baj për punë të komoditetit komës, se me ditë ti qkash me baj qarapën e lesht kur në dynja që atë të pamuku nuk e veshësh. Se trupi është krejtë nëryshe kur të bathish qarapin e lesht. Se e regullon qarkullimin e gjakut shumë o kollaj, edhe më mirë edhe koma nuk nërth kurën to. Janë konë tirqit, po tash tirqit s'po bahen, unë I kom po mu kanë voglua, por e kom boni një obligim për mua që bilim qystekun e sahatit, edhe sahatin, edhe shallin mos me ndrua dhe këtë nesa jam gjallë. A na ka dhënë kuptimin, çfarë kuptimi ka qysteku I sahatit? Qysteku I sahatit është një zinxhir e cili e mban sahatin, që ky sahat mundesh me kqyr me atontin, ky punon, kur son dal. E ke kujtim? E kom, baba ma ka ble me 4 prill 69 kur jam nis më shko ushtar. 69. Është atëherë janë konar këta Turqia si ka brenda 12 garancione që 12 shtete kanë garantua, ato janë është një kvalitet jashtëzakonisht I madh, edhe diku e ka vetëm e qelë, po mundet, po sa shtia mundet qelë. Pse qelet që ka atë? Se dështa mi pa garancionet. Allah. Që? Këto janë tona vullet e shteteve cilat e kanë garancionet. Ka mirë zdje kamera për mot me fokusu. Po nuk po lazëm se këto janë sahata cilat janë ko. Qashtu që e konë një kvalitet jashtëzakonshëm, edhe ky se ndalet kur veç kur duhet me ngre,
Se kur haroj me ngre, ajo ndalet se mos me ngre kur asë konë të mjeshtri, asë ndalë kur. Kjo është një mbrojse e sahatit, cilë me ka bo një kunat e jamja, edhe e mbaj me nostalgji, se e sot nuk është me gjallëve, që ashtu edhe A do të shalli? Shalli. Shallat i kanë bajt edhe tjera treva. Veç me një mënyrë tjetër, që ky shall është qefin. Trugovasit e kanë bajt edhe është vetëm trugovasit e kanë bajt, është qaq i gjatë sa duhet për qefin. Edhe o konë beslirja e rrugovës, që qaty ku të vritet i rrugovasi, qaty me shtin dhe. Edhe janë o vra njeri, janë afrua shok, ja kanë tjek shallin, e kanë bajt shallin edhe kështu edhe unë, e kom mundi me pështet edhe ashtu. Edhe ja kanë tjek shallin, se shahidi, cilë vra në front edhe vra për komb, nuk kanë bon gasëll, asot nuk e bojnë ato. Me që të tesha që e konë, ja kanë marë armet, sahatin dhe unazën e pas, e kanë pështil, ja ka tjek shallin, e kanë pështil, e ka shtin dhe aje faktikisht e ka kryo obligimin e vetë. Shallat i kanë bajt edhe para se që konë islami, në rrugovë është tradit, edhe Malësia Gjakovës dhe Ivon i kanë bajt shallat për qëtë arsyet vetmen, por edhe për arsye që kur dhe pëshjelish bora, nuk konë një mbrojtje edhe shëndetësore, po edhe një kontare. Haxhi, tash du më dhe diçka tjetër. Përmenda që merr një pjesë në pajtesa edhe me lek Dugaxhinit, me kanunin e lek Dugaxhinit, po e përmend edhe shariatin. Apo na tregon sot në këtë kohën tonë, sa po ka nevojë me marr pjesë një pleshnar në pajtesa, kur i kemi gjykatat, i kemi këto, edhe në çfarë lloj pajtesash ju bjen për më marr pjesë? Çfarë rasteve? Këtu në Kosovë edhe në Shqipni shariati nuk përdoret shumë. Veç me konë mes dy familjeve këtë fetare që janë katresa, se nuk përdoret. Në Maqedoni, në Sanxhak, edhe në tjera troje ku janë shqiptarët, gati më shumë përdoret shariati se kanuni. Po kur të këqyrish, sa ka dallim për kavliera e gjakut me kanunën mbet 300 desh, me shariat është 99 deva. Kur ti bëjsh pare, bovakin cent vinë barabar, ato janë 54.000 euro. Adi kur të qitish llogarin, shariati rrugt i shes sikur e në gjakut. Po edhe kanoni thot rrugt e njeriut edhe dera e shtëpisë është sikur që janë venat e gjakut që shkojnë, qashtu që s'mundish me jetua asë në tokë që s'ka rrugë, asë në shtëpi që s'ka derë, po edhe nuk mundish me jetua burnisht jo edhe me kojshi, mos i paqë raportet e mirave ta, se është a i pari edhe Moskov vlla, është i pari cili do të me ju mbështet për gjdo sen cilat e duhet. Qashtu që po, kem fatkeqësisht, kanuni sot po përdoret më shumë se para 100 vjetë. Po, 2023-ën që tu unë 93 që ka në rëzime i kom bo. 2022-ën 115. 2024-ën 109. Tash dhe që tash në që të 3-4 muaj diku janë 18. Pse o bon kjo ja? Pse o hup fuqia
e do nis marrëveshjes çift mes djalit edhe gruas. Atëherë për mu bo çift bashk, o dash me garantua një pjesë e madhe, edhe mësiti, edhe miku, edhe dvetunat, edhe janë kur o bon qaj të bim për me nëzoni nuse, janë kanë biljem 10 vet prezente, kanë pijet kafe, qaj nuse e ka pas me detyr, me erujt, nërën e vetë, nërën e familjes, që e kalon, nërën e familjes ku po vjen, edhe nërën aty në njerëzve që i kanë pi kafet në emën qasajtë. Sot, fatkeqësisht, e di që ka pak këta tri tash kritikojnë se nuk pornojme në kohën feudale. Pe që atyne 109-ve janë bet 34 fëmijë jetima. E une po të betohëna që me 3 gusht 74 të një kom fillua, këtë mision dekter në esot edhe dhejtë me dhe zotë ymer nuk e kom njët me elon, po dekterin e që sërth gjep ton bota me mujt me pa që ka duesh, rada janë kanë që janë lëshua gratë. Dhe që një pas dhe këburri. Pse po lëshohen gratë sot? Pse po bëhen ndamjet? Une po të thëmë pe 109-ve, 3 janë me arsye. Që arsye ligji i kanunit dhe i shariatit. Ftyra, hajnia edhe fjalë bajësia. Për që të 3 do të ura mu qua. Nëse ban fjalë të shpijës që ka jonë, i qëtë jashtë, katresa, se gjithë të cila shpi e ka sekretet e veta. Qajo grua që e qetë sekretin e një shpije e do në me jetua, se tash edhe kjo në opinion 3 nuk mundet mu, nuk merret bashkësi, po ajo është e pashmangshme. Qika kur lind, ja kanë bo qikës për hajt që o lind në shpit huj, e ka me shkua i shala shpejt e shpit vetë. Kjo ka njëra pej për hajrave. Se qika lind në shpit huj, shkon në shpit vetë. Gruja dhe është qik ajo individ. Ku shkon në shpit huj, asajna vinë thmija, vinë pasunia, vinë të tona dhe që aty ajo e ka, edhe vetë e ka që atë pasuni që aty, edhe vetë ata trashëgimtarët nuk mundin me lyp të dajt, pasuni, po lypin aty ku të babaj vetë. Edhe për që ta edhe as me shëriat, po edhe me kanun, kur qysh, nda nuk mundim jaulon grave thmin, po i lom fëmin të baba, se ty ku ka hisën, aty ka dhe vetë. Sa po nëzan ven fjala e pleqnarve, sot në venin tonë? Qërë pleqnarët e kanë regull. Unë e ti jem një kontest. Ti do të me pas dërzonë në vetë, unë do të me pas dërzonë në vetë. Dërzonat janë garantues për vendimet e pleqnarëve kanë me marë edhe po të thomë, në qëtë përudhe jashtëzakonisht gjatë, me qindra raste gjaqeve, katresave ty, nuk di a kanë luj dy raste edhe ata jo me shërt familjes, po me shërt pleqnarëve, se pleqnarët kanë shtimi shdhje. Çka është dallimi mes gjyqit që s'po merr vend me plakun. Plaku shkon për shkak. Gjyqi shkon me fajtor. Edhe unë jam fajtor, mi ka dhënë 20 vjet burg, unë kur jam dal, për shtet më shumë s'ka që kam ndjek kurkush. Po ai nuk i ka punë këtu. Kur vjen ai nuk është i pajtuar me atë familje. Mos shkua për këode, ai ose i do të më ranë me hindër bes, ose do të më rizikua ku do të zajnë mu hakmar.
Kjo është dallimi që nuk po kanë gjyqet sukses. Unë po thom edhe kom thonë 100 herë edhe në mjetë e informimit, edhe tash këtu është edhe nevojshme me e thonë. Inshallah vjen koha ku plesnat na nuk kem punë. Jem histori e kaluame, ku ligjet tonë, ku kanuni ose shariati jetë në përdorim në përafte, si liber historike, jo mu përdor, po fatkeqësisht është ju përdor. Haxhi, Allah të dasht, e të rujt, e ndëroft, e dasht për e qëtë ty e familjes tonë. Bisedat tua, muhabetet tua, mu do ka krejt 5 minuta. Ama pse o afru një ko bukur gatë, bisedum, mu do ka shumë shkurt. Po du prej teje se kur nuk është ball me marrë këshilla për një plako, si kur ju një kom prezentu dhe në herë dikon tjetër, jo vetëm i Rogovës, por i krejt Kosovës. Këshillat juve janë të nevojshme për mu, për ne, për meshtrit e isë, për gjithë ata që na ndjekina për cilin, e sidomos për rilin tonë barë Kosovës. Po lypi prej teje me pak fjalë, disa këshilla me na i dhonë. Po, çdo njeri që e ka falë Allahi nuk ka ardhur rastisht këtu. Edhe ka një obligim më të parin me nxovë vetën. Qaj njeri që e nxje vetën kur në dynje gabim nuk bon për tjetrin. Se dajmë i da niset, e tash hoxha ma bo mua ambient tamon ju. Atër nuk i bje tamon edhe unë mja bo atina. Çdo i ri, çdo i moshuar, i zdashtën prame kur të bjen krevet, e do me marrë gjumi me e qitë dorën e djallë dërkrye edhe me testua vetën çka bona sot. Qyshëm kaloj dita sot? E bona dojtë mirë, e bona dojtë punë, e bona dojtë keqe, a bona dojtë hatër metër dikujna, për me ditën nate kur qohet, me ditë me qfar peshore po qohet, ditë zgjeshme. Në pas pozitive ka me vazhdua, në pas negative di e grunë që edhe një negative ka me shtua. E dyta, çka kisha pas dëshirë me thonë rinis, stabiliteti i jetës është durimi. Për me ditë njeri me durua duhet me ditë. Për me ditë duhet me mësua. Shkollë edhe vetëm shkollë. Njeri i shkolluam, të tonë shti prish sa donë e hanë nërgjegja se din edhe mundalë. Njeri që tonë shti shkolluam kur shti hinë në bisht në brapsht, kur në barë nuk kam i dalë. Edhe e treta, mos planifikoni jetën për pa u konsultuam edhe ka dikonin. Çdo i ri, cili vjen kontakt, do në me kryua familje, në boft mes Facebookut edhe TikTokut, di e grunë që fëmija kanë me dalë që ka më marë i bret dikush. Se na nuk mundim. Mos koft ajo stabile, nda të luhajat hava, a dikur ka mu put konopi ose ka mu kalbë. Kjo, qashtu që të të kanë pak durim, të të vetin ka pak, të të konsultojnë edhe ka dikonin, se lullen ajo që ndronë vetëm një muaj 2, ajo bjen jetë ajo fara. Në koftë e kacës, është therë. Në koftë e modhës, mundet mu hongër. Po në koftë e modhës eger, shazotën kanë ju pi dhëmë të tyne pleqve, e jo këtyne. Zotë i rujtë këtë kom tonin, jam i bindun që rinja jonë ka me ranë binare se sot për sot ko gjazor. Allah ndëroft, Haxhi. Unë të falenderoj, në emën stafit, Allah i dash bereqet ty edhe familjes, na ke ndëru. I një të ndëruam pej Zotit edhe pej meje, i një të mi se të ardhën kur do të doni, që ashtu që selame më të përzemnë të shkojnë pej Zot shpije këti mediumit, ndërimi edhe respekti shkon për ju që keni gjithë ko me ardhë, me indëgjua do fjalë të mjetë,
është përvojë e madhe dhe për sot që ka kem fol, këto s'kan pesht madhe, po kur kom u plak ti ka që atëherë ka me pasë që ka kje bon. Se vjen koha, të do kohë që vjen, këto sende kanë mu përdor. Allah ju rujt, ja u dhasht të mbadrën, ja u plotsoft tona dëshirat, une si plak po i mu thonë, i kom dy djemë, gjithve shala vallahi dhe vallahi ma vdes jam, unë aty në do të me u dy palalën e jota mua. Kështu po të thomë ti e ligjerues fetar. Se vllatë kundër në sose pas një une? Pa i tash unë po të thomë edhe këto, po të thomë kështu me kryt zemër, me të bon djali 40 vjetë, se 50 vjetë, se 30 vjetë, kurën jetë, sa ba mizan krah, mos me të hatrin to, veç me mbajte me tona lamit, atin që gjelët e mim kanë thonë, qyre babë, ndarshën qarshie si kje 500 euro në gjepa manet i zotit, me nes kje punë. Nuk dish si del puna. Qka duesh me i thonë? Nuk bje pa më thirë, nuk qona pa më thirë. Jo në Gjermonie, të dy kanë firmat e veta, kanë punëtor, për çdo sent a i kam në vetë, babë, qka ta mërmendja qëtu, qka ta mërmendja qëtu. Shumë shërën ma kanë pa. Po, se shumë gërshon u kom ra të sendeve që s'kom guzoft mura. Ka thonë baba, pasha zotën sot truni jem është e kaluamja. Ju e kini babo, ju do të me jetua me sodën. Jo në fetar, na familjarisht e praktikojnë fejen kështu, me matë për kushtimin atë sa të mundim, po gjithfarve. Unë po thomë 5 zotë i rujt, ja rabë.